Të lutem ik vlla se kemi urdhër për dhunë. Shumë tha sot një nga policët civil që duhet ishte një tip drejtuesi, sepse në gjitha të lëmshin që ndodhi, i shkoi një polici me uniformë, jo nga këta me uniforma për dajak, dhe i them, "Ore, ç'a po bëni ma, jeni në Terezim? Ç'po i gjujnë njerëzve me, or ç'a quhen ato granatat lotësjellse që me i çun nga ana tjetër, me ato pompat me ujë, ai ujë, policia duhet mbaj përgjegjësi, Ministria e Brendshme, ishte me ore jemi djegmë. Ai ishte me kimikate brenda. Dhe shqyr Zotit e morim një shishe që do e çojmë në laborator, çofim çka ka brenda. Këta s'janë Terezim dhe më vjen ky tipi, ndërkohë që bëj fisja policit, me një lloj arrogance, i them, "Ore, jem Terezim, po ju flas normalisht me mirësi, dhe ç'a po bëni tash, ç'është kjo dhunë totalisht e panevojshme." O vlla, lutemi këta se kemi ç'a tha, kemi ashtu urdhër për dhunë. Kështu që gjithë ju që dëgjoni, që s'doni të vini, menojeni edhe herë. Gjithë kanë fëmijë, gjithë janë nëpër plazhe, gjithë duan të jenë nëpër plazhe, nëpër pishina, po nuk harrojnë ta vjedhin për ditë. Kështu që një ditë po të keni mundësi, dilni aty, shpërndani një video të protestës, tregoni që i mbështesin njerëzit protestojnë, se po protestojnë për veten tonë, po protestojnë për gjithë. Ka një mjeshtre që më shun nga Zvicra. Ore, s'është thënë t'jeni dakord me protestat. Mos u përzini fare, s'jeni dakord, rini aty, hani sufllaqe, bëni ç'a doni, se këto profilet fake s'po i përmenin fare. Leni me njerëz, ne jemi diktaturë. Ju thonë pse protestoni, bukur Shqipëria. Bukur është dalësh protestosh për drejtat tuaja dhe të lajnë me sprej me kimikate, si jeni Terezim më burr. Kështu që zgjidhni heshtni të paktën nëse s'doni me mbështet. Po çdo mbështetje është e nevojshme. Se kanë frikë. Shifini sa pak njerëz janë, sa pak, aq sa mundet, por është një numër i konsiderueshëm dhe kanë frikë. Vinë të armatosur, vinë për dhunë. Imagjinoni të jenë më shumë. Ne duam vetëm të detyrojmë një shtet të së drejtës, duam një shtet të denjë për shqiptarët. Prandaj dhe thirrja e popullit janë qarta. Dorëheqja e kësaj qeverie që s'mbështet me asnjëri dhe sa më shumë njerëz qytetarë të angazhohen në drejtën e tyre. E di që 3 sekonda do e shihni videon se ka që keni një pjesë e madhe, por kushdo që e shef deri në fund dhe i duket se ky mesazh mund t'i përcillet njerëzve, përcilleni. S'ka nevojë të shpërndani videon, po flisemi me njerëzit tuaj. Bëjni thirrje, dalin në protestë. Kjo s'është mas protestë, kjo është qendresë qytetare. Që dilni, mbroni qendrestarët, bëni një nga ata, jini në anën e dur të historisë. Është gjëja më e bukur që ka ndodhur Shqipërisë që nga 92-shi. As protesta 92-shit nuk kanë qenë të tilla. Sepse sot jemi në një demokraci hibride, që kujtojmë se jemi demokraci, po në fakt është diktaturë. Diktaturë digjitale, diktaturë reale. Kështu që bëjnë një ndër vetes, jini në anën e dur të historisë.